Ecuria ekonomike e Shqipërisë parashikohet të jetë 3.5% gjatë këtij viti. Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim ka publikuar raportin e fundit të projeksioneve ekonomike, ku rezulton se Shqipëria është një ndër vendet me rritjen më të lartë ekonomike në Ballkan. Kryesisht vendet e Ballkanit vlerësohet se do të kenë një rritje 9.3% duke përjashtuar Maqedoninë e Veriut. Dy ndër faktorët kryesor që pritet të kenë ndikim në këtë ecuri ekonomike për vendin ton parashikohet që të jetë sektori i shërbimeve i nxitur nga fluksi turistik, por edhe masat e marra në drejtim të integrimit. Në raportin e Bersh theksohet se zbatimi i përshpejtuar i reformave strukturore dhe përparimet e mëtejshme në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian të mbështetura nga zbatimi i planit të rritjes së BE-s për Ballkanin Perëndimor mund të forcojnë perspektivën e rritjes së Shqipërisë. Disa nga rrisjet vlerësohet se mund të jenë ulja e kërkesës brenda eurozonës, rënja e flukseve hyrëse të remitancave dhe faktorët e pafavorshëm klimatik, si thatësira të cilët mund të ndikojnë negativisht në prodhimin e energjisë elektrike dhe të prodhimit bujqësor. Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim parashikon se Ballkani Perëndimor do të ketë një rritje ekonomike me 2.7% në vitin 2025 dhe 3.2% në vitin 2026, ku Shqipëria shfaq edhe performancën më të qëndrueshme.